Këtë vit pritet një rendiment i lartë i kulturave bujqësore në zonën e Nën Shkodrës. Rehabilitimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit ka arritur pritshmëritë për prodhim më të madh, veçanërisht në kulturën e miserit. Ndërhyrjet e realizuara gjatë 2 viteve të fundit po ndikojnë drejt për drejt edhe në rishtimin e interesit të fermerëve për të rikthyer tokës. Nisëm nga rehabilitimi i sistemit të ujitjes sepse misri shërbimi kryesor në misër është ujë dashse dhe në përgjithësi me sipërfaqet e misrit në Shkodër, edhe pse rrjeti i ujit s'ka qenë efektiv, vjet në kushtet e paujitshme janë marrë 7-8 kintal misër për dëlim. Në kushtet e ujitshme mund të merr edhe 10 kintal për dëlim ose 12 kintal për dëlim. Shpresojmë që sipërfaqja që rendimenti të rritet paktën deri 9 kintal për dëlim. Në të gjithë zonën janë kryer ndërhyrje si në rrjetin e kullimit, ashtu edhe në atë të ujitjes. Sipas shërbimit bujqësor pranë Bashkisë Shkodër, gjatë 2 viteve të fundit janë rehabilituar afro 240 kilometra kanale kulluese dhe rreth 61 kilometra sistem ujitës.